Le të mbaj vetëvendosje të gjitha. Kështu ishte deklarata e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lomir Abdixhiku, pas takimit që pati gjatë pasdites së djeshme me grupin parlamentar të subjektit të tij. Ky ishte pozicioni i ri i Lidhjes Demokratike, që thanë se tani nuk duan të përfshihen në pazare ose në diskutime për të bashkëqeverisur me vetëvendosjen, por janë të gatshëm të kontribuojnë që të zgjedhin një president të përbashkët konsensual. Në anën tjetër, i kemi deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës aktiv në pranë objektit të qeverisë dhe pranë objektit të Kuvendit të Kosovës, edhe ditën e sotme që qysh në mëngjes ata janë mësyn objektit të qeverisë, që po shoqërohen njëkohësisht edhe nga deputetët të Aleancës. Për këto zhvillime bashkë do të diskutojmë së bashku me pranverë e Jupi Hajzera e ndëruar, falënderit shumë për kohën. Faleminderit, kënaqësi me qenë. Po ashtu në anën tjetër kemi edhe Lulzim Veliu i ndëruar, falënderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Në lidhje të drejt për drejt kemi Sali Rexha i ndëruar, falënderit shumë për kohën. Përshëndetje gjithashtu. Po ashtu kemi edhe një lidhje me deputetin Mërgim Lushtaku nga radha e Partisë Demokratike. Ndëruar, falënderit shumë për kohën. Grazie, të jam në ju. Me qenë se zotri Lushtaku jeni aktiv duke pasur edhe aktivitete atje, po e nisëm me juve bi aktivitetin e ditës së sotme. Përsëri u pozicionuat tek hyrja e objektit të qeverisë, au takuat me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në hyrje të objektit të qeverisë gjatë ditës së sotme? Jo, as sot nuk u takuam me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje deputetin Albin Kurtin, e cili e ka uzurpuar ase 2 vite edhe në pozitën e kryeministrit në detyrë, dhe kjo për neve është shqetësim i madh, sepse se ti palë zgjedhje nacionale janë nuk zhvilluar dhe ai nuk e gjen formulën, nuk e gjen gjuhën e komunikimit që ketë një kompromis dhe të dalë nga ky ngersh politik, i cili për mendimin tim më shumë është artificial nga vetëvendosja se so që ka ndonjë përmbajtje tjetër, sepse po shihet qartë se ai po dëshiron të kapë të gjitha pozicionet e larta shtetërore dhe ashtu të kontrolloj dhe të kapë çdo porë të jetës dhe pastaj sigurisht sikur një parti e majt ekstreme të zhvilloj politikën e saj degraduese dhe sigurisht ne përshohim edhe pasojat të mëdha edhe në ekonomi, por edhe në adresimin e problemeve reale të qytetarëve që nuk po gjejnë asnjë zgjidhje. Zotri Lushtaku, ju po jo referoheni nenit 26 të ligjit të qeverisë ku kërkoni që zotri Kurti të mos mbaj pozicionin e udhëheqësit ekzekutiv, njëjtë si secili deputet tjetër që është betuar në ditën e 6 gushtit. Çka do të ndërmerrni masa tjera dhe a mendoni që me presione politike të respektohet një pikë e tillë e ligjit? Realisht, para se më shkel ky ligj, besoj që është shkelur Kushtetuta e Kosovës dhe sigurisht çështja e konstruimit të kuvendit që kanë pas vetëm 30 ditë dhe për neve është shqetësuese kjo shkelje e qëllimshme dhe sigurisht që këto shkelje të qëllimshme kanë për qëllim vetëm zhagitjen e procesit e konstruimit dhe arritjen e qëllimeve të tij që të bllokoj institucionet dhe mos të lejoj që të ketë mundësi që qytetari të kuptoj se cila është e vërteta në këtë rrethon. Ne kemi thënë vazhdimisht që nëse një deputet që tash ushton detyrën kryeministrit dhe është kryetari i një partie që ka fituar shumicën e votave, bëhet shembull i keq i mos respektimit të kushtetutës, i mos respektimit të ligjit, i mos respektimit të organeve të drejtësisë, jep kurajo edhe të rive, edhe qytetarëve, edhe bizneseve që mos të respektojnë ligjin dhe të bëhet një anarki totale. Ne dim shumë mirë që sa kanë pas të vështirë shqiptarët që të arrijnë që të kemi një shtet tjetër në Ballkan, siç është Kosova, dhe kjo shkelje e amanetit e sakrificës është e pa kuptim edhe për mua edhe para çdo të tradhti edhe shtetërore dhe kombëtare. Prandaj ne sigurisht do të vazhdojmë me aksionet tona simbolike
jo vetëm në aspektin që të tregojmë që ka shkelje të mëdha kushtetuese dhe ligjore, por që të vëdësojmë edhe shumë qytetarë që deri dje kanë votuar një parti e cila ka premtuar shumë edhe për drejtësi, ka premtuar shumë se të ketë edhe zgjidhje të problemeve, ajo e ka harruar atë premtim dhe ka lënë në baltë shumicën e qytetarëve. A do të ketë seancë sot? Keni kërkuar që në ora 11 të mbahet seancë? A do të ketë ku do të pozicionoheni ju dhe cilat janë veprimet ka shi një seancë, ka shi vazhdimit të seancës konstituive? Besoj që edhe në këtë vazhd të aksioneve, sigurisht që jemi në krye të detyrës si deputet pare, sepse qytetarët na kanë votuar që të mbajmë seancat dhe rregulloria e parashet çdo 48 orë që të ketë ftesë nga kryesuesi më i vjetër, që është zoti Dyhari nga lëvizjet vendosën, gjë që prapo e shkelin dhe ne po ja rikujtojmë atyre, po përmes ftesës publike për ja rikujtojmë edhe qytetarëve se ata e kanë harruar obligimin që i kanë dhënë qytetarët. Prandaj sigurisht që ne me këtë veprim jemi në vend të punës dhe mundohemi që t'ja rikthejmë dinjitetin e Kosovës duke respektuar ligjet rregullore dhe bigjeta kushtetuese e Kosovës. Zotë Lushtako, po du me diskutu edhe një çështje që u ngrit pak çaste më parë nga bashkëpartiaku juaj, deputeti Artan Behrami, ku thotë që zotri Kurti ka ankth nga verdikti i 16 shtatorit ka shi zhvillime në gjykatën speciale, madje ka përmendur që sipas tij ka synime për të shpallur gjendje jashtëzakonshme në shtator për të ndërprerë festa ose edhe protesta varësisht nga vendimi. Çka do të thotë kjo? Si komentohet? Çfarë synime, çfarë informacione keni? Unë nuk e kam dëgjuar fatkeqësisht deklaratën e Artanit, deputetit kolegu tim, po sigurisht besoj që ka informata dhe nuk e thot pa ndonjë argument, por e kemi pa që në vazhdim gjitha veprimet e Albin Kurtit e sjellin në pritjen e një vendimit të gjykatës speciale në Hagë. Dhe kjo është në nivel tjetër të turpit të një lideri politik në Kosovë që e pret një vendim të tillë dhe që ai i fërkon ndoshta edhe durt sikur pala atje në Serbi që të ketë një dënim për mos një aprish. Por a është kjo para gjykim, sepse nuk është që ka pasur një qëndrim zyrtar, siç po pandehni, që po i fërkon durt për një vendim ndoshta jo të mirë. Sepse fundja atje kemi edhe bashkëpartiakun e zotrit Kurti. Besoj që veprimet e tij nga deri me tani kanë treguar që nuk është interesuar asesi të ketë një vendim të pritshëm, të kënaqshëm për 99% të shqiptarëve që e presin si heroj qëllimtarët tonë në Hagë, sepse ata përmbrojnë luftën e fundit dhe nderin e fundit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, luftën e drejtë që kanë mbrojtur edhe Pragun, edhe mbjetesën në këtë vend, dhe sigurisht që është të turpshme vetëm të mendohet, por ne kemi parë që edhe veprimet edhe para shkurjes në Hagë kanë qenë të tilla, sigurisht që nuk pres se ka një ndryshim të madh nga qëndrimet e tij. Zotë Lushtako, faleminderit shumë për këto komente, sigurisht sepse do t'ju lirojmë për shkak të zhvillimeve dhe aktivitetit tuaj pranë Kuvendit të Kosovës në këtë orët e paradites. Faleminderit shumë për këto komente. Dhe shumë. Zone Pranvera, po e nisim me këto lëvizjet politike, taktike të Partisë Demokratike të këtyre 2-3 ditëve të fundit. Si po i komentoni sa është pozitive ose negative, qoftë edhe për PDK-n, qoftë edhe për zhbllokim të situatës kjo lloj lëvizje e Partisë Demokratike? Gjitha lëvizjet që po ndodhin për momentin, si nga PDK-ja, por edhe ashtu e kemi pa edhe Aliancën që është pjesë e saj, rastin me zonën time Kadria, këto nuk janë gjanat mëdha që kishin me cenu në ajren kushtetues. Kjo është që këta deputete kanë marrë mandat dhe dojnë ta ushtrojnë detyrën e vetë. Populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës i kanë votu për me i pas këto mandate, këta njerëz i kanë zgjedh, këta 120 njerëz, edhe me u bloku tash, ku vendi i Kosovës nuk ka asnjë arsye.
gjitha këto përderisa nuk prodhojnë asnjë lloj rrëdhune, por vetëm janë në mënyrë protestuese, në mënyrë simbolike, kisha me thonë, përderisa mbledhen në kuvenda apo para qeverisë, asgjë nuk të ka të keqe. Duhen edhe këta si deputet, kur nuk po marrin asnjë aksion, ne si qytetar po i akuzojmë, po thonë, a për çka ju kemi zgjedh, duni ta zhbllokoni situatën. Prej qëndrimit që e mori LDK-ja dje pas dite që e dëgjuam kryetarin e LDK zotin Lumir Abdigjiku, ai në një mënyrë e ka zhblloku situatën. Kemi pa që ata po dojnë me qëndru në opozit, nuk janë të kënaqur, faktikisht me ato 3 ministrit, se ashtu u tha edhe nga vetë zoti Abdigjiku që janë dhënë, kanë faktikisht janë tërhiq prej qëndrimit që e dojnë me patjetër presidentin, kanë thonë që do ta votojnë një prezident konsensual. Atëherë nuk ka mbet më asgjë, seanca konstituive mundet me u thirrë me njëherë, edhe pse duhet me u bë gjithëve të qartë. Kjo pyetje se ky prolongim për mos konstituimin e Kuvendit Kosovës, konstituimi ndodh atëherë kur e kemi kryetarin dhe nënkryetarin. Për me u zgjedh presidenti kemi edhe 60 ditë kohë. Faktikisht lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti nuk e pengon askush. Po thot që i ka votat. Me formu qeverinë dhe kuvendin. Absolutisht, dhe mos me u vonu, mos me u prolongu gjanat. As nuk po i lojnë me ju ushtru detyrën e deputetit të cilin e kanë për detyrë, pamje të shëmtume në kuvend dhe ky polarizim i shoqënisë po na bën gjithëve dam, jo vetëm partive politike, kështu që është koha, nuk kemi më çka me prit, nuk kanë më çka me prit, s'ka dhe arsyetim. Në qoftë se bllokohet ky vend dhe nuk ju japet institucione, atëherë po dihet se ku është adresa. Zotë Veliu, si po i sheh këto lëvizjet e fundit, sidomos të Lidhjes Demokratike dhe të PDK-s që janë në terren? Po më thonë drejtën, kanë kalu 4-5 vite, 5 vite që opozita në Kosovë nuk është dukur fare. Për kundër gjitha veprimeve të partisë në pushtet, nuk kemi posur kundër veprime të cilat e kanë rreziku pozicionin e lëvizjes vetëvendosje, mas miri kjo po shihet edhe me rastin e zgjedhjeve të një pasishme që janë bajtur, pra nuk kanë arritur në asnjë mënyrë të dëshmojnë para elektoratit, para qytetarëve të Republikës së Kosovës se janë duke bërë diçka të mirë për vendin apo diçka më mirë se partia në pushtet. Unë mendoj se këto lëvizje të tilla është dashur të kemi edhe më herët. Unë mendoj se përveç këtyre lëvizjeve, tani më është një moment kur duhet të ketë edhe lëvizje qytetare. Duhet të kemi një përfshirje më të madhe të njerëzve të cilët do të protestonin kundër këtij ngërçi, kundër kësaj situate që tani më është bërë e tepërt. Po i kalojmë gati 2 vite që Kosova është pa institucione. Kemi qeverinë detyrë, qeveri e cila punon dhe vepron ashtu si do vetë dhe nuk përgjigjet para askujt. Pra nuk kemi një kuvend funksional para të cilit duhet përgjigjet qeveria, sepse atu e ka marrë mandatin, për pikërisht janë ata deputetët që japin mandatin kryeministrit dhe gjithë ministrave të qeverisë. Dhe me sa pra me fjalë të tjera, Kosova është në një anarki politike. Dhe kjo me sa po shifet, më së shumti është duke i konvenuar atyre të cilët e kanë marrë shumicën kësaj radhe, udhëheqin me qeverinë e përkohshme dhe nuk mbetet gjë tjetër, pasi edhe numrat i kanë shumë më të pak në krahazim me subjektin kryesor. Mirë po, veprimet të tilla është dashur të ndërmirën shumë më herët. Zotri Reçaj, aktualisht i kemi 2 parti politike, Lidhja Demokratike që është pro zgjedhjes së një presidenti konsensual, pra i kanë votat gati, dhe Aleanca që i kanë votat gati nëse ja plotësojnë 6 pikat e tyre. Apo shkojmë drejt një ngërçi të vazhdueshëm, apo me këto lëvizje të reja të këtyre subjekteve po shkojmë nga zhbllokimi? Unë mendoj se faktikisht jemi në grushtet, se kanë kalu 30 ditë prej se është dashur të konstituohet kuvendi, nuk është konstituu. Çdo institucion që formohet tash pas këtyne do të bien nga gjykata kushtetuese. Prandaj unë mendoj se ka fillu fushata për zgjedhje të reja, sepse po shihen lëvizjet edhe të pozitës edhe të opozitës. Në fakt na që 2 vite e tha dhe Luli se jemi në situatë ku ka njëherë kemi qeverinë mandat për një kohë të shkurtë, atëherë kemi në detyrë dhe pastaj kemi një qeveri jo ligjore në bazë një vendimi të Gjykatës Supreme. Dhe kjo është një keqpërdorim masiv nga Albin Kurti, mirë po është edhe një tjetër
nuk është Albin Kurti i fituesi i zgjedhjeve, nuk është as i pari, sepse votat janë vjedh, votat janë ble, edhe mire pat Luli kur tha se nuk ka reagua askush. Unë vetë për shembull, kam qenë kandidat, unë kam patu vjedh votat në konsulatën e Zyrihut. Ka një qysh ka emrin Hajdaraj, i qeverisë është varësi i kësaj Donika Gërvallës, dhe gjithë ditën e gatë ka qëndru në konsulat. Atëherë a jeni ankuar? A jeni ankuar partit politike për vjedhje? Shqiqa, unë jam drejtur komisionit tim të AKES, ata më kanë thonë kërkojmë faljes Ali, për nuk kemi pas njerës që me që aty me vendosë. Mirë, zotëri Reqaj, sepse çështja e votat tash vetë se është certifikuar, jena krejt në një atmosferë tjetër, krejt jena në një hap tjetër, jemi tek çështja e ngërqit, jemi në afaktet kushtetuese që nga shumë kohë shpëthuhet që kanë kaluar afatet, tash i kemi këto lëvizjet e partive politike, a pritet të ngërqit vazhdoj apo të zhbllokohet? Dhe pse po mendoni që jemi në kohë fushate, kur tashmë është e hapur ndoshta rruga për të konstituar kuvende dhe institucione tjera? Unë nuk mendoj se Aleancës ja plotëson ato kërkesat Albin Kurti në asnjë rast. Nuk besoj, Abdi Xhiku dhe LDK nuk janë as opozit, as pozit, faktikisht ata janë në urt, ata nuk janë kurkuriq. Ata i ka mashtru Kurti, i ka tërhek për hundë se do t'ju jep diçka, në fund ju tha se s'ju jep asgjë, është tek qarë. 2 pozitat e para i takojnë që kësajna vetëvendosjes, presidenti i takon opozitës. Edhe nuk mundet me lypaj emnin e dërgon opozita, për shembull rastin konkret numrat i ka Partia Demokratike ose Lidhja Demokratike, edhe i dërgojnë emnin ku vend aty votohet. Por na nuk jemi në atë situatë. Albin Kurti, unë s'qyshe pash rastin e fundit, kure u futën aty në thojza mërgjimtarë, sa ditë nuk ishin mërgjimtarë, a ditë kishin dvirin kuvend të rinjet, jo mërgjimtarë. Dhe ata vetëvendosja e kërkojnë një përplasje. Na jem duke shku drejt një përplasje. Mbajeni mend. Nëse dalin sindikatat në rrugë, kanë me dalë. Nëse dalin opozita në rrugë, kanë me dalë. Deshti apo s'deshti Lumir Abdi Xhiku. Sa i krejt kohën për amortizon, për i shërben Albin Kurtit, nuk e di për çka. Nuk e di ku e ka qëllimin, nuk e di pse nuk është opozite, pse nuk i bashkangjitet opozitës prej të zgjedhjeve të nënshkurtit. Aktualisht u deklarua, zotëri Abdi Xhiku u deklarua që tash janë për të qëndruar në opozit, nuk janë të kënaqur me ofertën e zotit Kurtit gjatë diskutimeve dhe tani janë për gjetjen e një presidenti konsensual. Sonja Jupi Ajzeraj, a ka mundësi me gjetë një president konsensual këtë vend? Na kemë shumë kuadrët mira, intelektual, njerëz cilë dhe më thonë kanë arritje jetësore, shkencore, që munden, ose vinë nga sfera politike që mas te përmi edhe e preferoj. Por a munden partit është fjallë? Partit është shumë vështirë. Pse nuk munden partit? Për arsye se zoti Kurti nuk i lejon ata me propozu. Presidenti konsensual për zotin Kurti është aj kur e prezenton një kandidat, ju kur ja prezentojnë partit. Por edhe partit në këtë rast duhen me qenë më proaktive, me prezentu një emën dhe me se si po është reagimi i tij. Pra arsye se ka njerëz edhe në për parti, por edhe jashtë partive cilët mundën me qenë edhe me udhëheq shumë mirë atë pozicion të presidentit. Çka do është ta më thonë tjetër? Është që u përmenën përpos që po shihet Kushtetuta e Kosovës, aktgjykimi i vitit kalum 2026, rregulloria e kuvendit, e përmende edhe në 26 për qeverin edhe Kushtetutën 76. Do me thonë, këtu po merren vendime, sikur që ishte një mbledhje e qeverisë me datën 12 shkurt, ku prodhon do me thonë efekte vendime që ka pasoja edhe juridike, edhe institucionale, edhe buxhetore, të cilat nuk kanë mandat mi marë. Këta duhen me e bu një qeveri se kërkush nuk po i pengon. Por sa do tjetë, qeveria legjitime është një pikpyetje tjetër. Të rikujtojmë rastin e vitit 2020, kur është zgjedh zoti Hoti me 61 vota, dhe pasi që ka shku landa në gjykatën kushtetuese, ku zoti e tem Arifin duket, ka pas një dënim të formës prirë dhe është prish qeveria. Unë menoj që kjo qeveri nuk ka me qenë jetë gjatë, edhe në qofë se konstituohet, ka me shku me Ka hapësira ligjore, për arsye se kemi hy në shkelje kushtetuese. Kushtetuta dhe aktgjykimi decidivisht i vitit kalum, ku kanë pyet se për sa ditë duhet mu konstituu kuvendit, thot prej ditës zgjedhjeve 30 ditë, ne i kemi kalu gjitha fatet. E në anën tjetër,
kemi një LDK e cila nuk përcaktohet, edhe vitin e kalum kemi pas një situatë pothuajse të ngjashme, bile edhe më të favorshme për LDK-n, ku i ka pas zoti Kurti vetëm 43%. Dhe LDK-ja as nuk ka shku me opozitën, me i mbajt këto aksione, se këto aksione të ke fundit do të janë simbolike. Këto janë simbolike, po jep një presion publik brenda demokracisë. Absolutisht, por kanë edhe qytetarët e Kosovës nuk e lejojnë, do më thonë që na me mbet, për shka është bo ky shtet, për ky shtet është derdh gjak, është bo sakrifice madhe, e tash të dikush që me teket veta, unë nuk për respektoj as ligjet fuqi, as kushtetuta, as kushtë, nuk mundemi me leju. Zotri Veliu, a do të thotë kjo çka po thotë zonja Ejupi Ajzeraj, a ka mundësi që tashti partitë opozitare nesër pas konstituimit të kuvendit, qeverisë, presidentit, nesër mas një viti, 2 vite ta dërgojnë lëndën në kushtetuese dhe mbase të bien ndesh me këto veprimet që jemi në këto afate që po thuhet që janë kaluar? Po, periudhën e fundit gjykata kushtetuese ka pasur, më duket, më shumë lëndë e probleme se gjitha gjykatat e Kosovës. Edhe jam më se i sigurt se gjykata kushtetuese e Kosovës ka pasur punë më shumë se çdo gjykatë kushtetuese në Evropë, në rajon dhe në Evropë. Mirë, po sido që të jetë në ditën kur para 2 ditësh pra kur ishte ajo protesta brenda sallës së kuvendit, unë dëgjova deputetin e Partisë Demokratike Gruda që tha se ne kemi dërguar vitin e kaluar në gjykatën kushtetuese dhe kemi një akt vendim, domethënë kemi një vendim të prerë prej asaj dhe nuk kemi na nevojë që për të njëjtën gjë t'i dërgojmë gjërat prapë në gjykatën kushtetuese. Mirë, po sido që tjetë, u dërgua apo nuk u dërgua në gjykatën kushtetuese. Unë mendoj se është momenti i fundit që të ndërmirën hapa drejt krijimit të institucioneve. Është mëse e qartë se partitë opozitare nuk kanë vullnet të bashkë qeverisin me zotin Kurti. Pra do të kemë vullnet ta zgjedhin presidentin konsensual, sepse edhe herën e kaluar... Unë mendoj që kanë vullnet. Jepja dikujt presidentin gjithë kanë me qeveris me te. Unë e shoh që vullnet për të bërë zgjedhje nuk kanë, duke filluar nga lëvizja vetëvendosje e as edhe subjektet e tjera politike. Mirë, po sido që tjetë, është përgjegjësi e të parit. Domethënë në këtë rast lëvizjes vetëvendosje që pasi ata deklarojnë se kanë numrat për krijimin e institucioneve, të konstituojnë kuvendin e Kosovës, të krijojnë qeverinë dhe nga ai moment i kanë edhe 60 ditë të tjera afat për të negocuar dhe për të arritur deri te gjetja e një emri konsensual, një emër që do të ishte i pranueshëm për të gjithë subjektet apo të paktën për 80 deputet për të qëndruar në salë. Edhe zotri Kurti ka deklaruar ka herë edhe gjatë këtyre diskutimeve të fundit me LDK-n që janë pro një presidenti konsensual të përbashkët jashtë partive, por a mund të zgjidhet një president i tillë, apo do të ndryshoj tërësisht tash taktika edhe lëvizjes vetëvendosje që mundet me propozu emra brenda partijak? Po në këto 27 vite prej zgjedhjeve që i mbajnë, nuk kemi pas president kur konsensual, po kemi pas president me marrëveshje. Andaj nuk e di, kjo është një lojë e Albin Kurtit dhe atyre që mendojnë, për çka duhet të jetë konsensual. Pse Ibrahim Rugova i ka fitu zgjedhjet pashtu me 47%, edhe ka dhënë kryeministrin. Në 2 raste, ja ka dhënë PDK-s, ja ka dhënë edhe Aleancës me 7-8%. Edhe Hashim Thaçi i ka fitu zgjedhjet, ja ka dhënë një herë Fatmir Sejdiut presidentin, pastaj ja ka dhënë Isa Mustafës qeverinë. Këto duhet të jetë marrëveshje, çfarë konsensusi? Por zonja Rushiti ka mujt me qenë për shembull konsensual, apo veç pse u prezantua ose u propozua nga zotri Kurti u tërheq kjo lidhja e konsensualitetit në këtë rast? Po na dim çfarë kërkon Albin Kurti prej një presidenti në thojza konsensual. Ai kërkon një asi shërptore, një njerëz që ai sheni tash që sillet Albulena Haxhiu. Ajo sjellja e saj në herën e fundit kuvend, gjitha dëshirat ja plotson. Aty duhet presidenti është për me i balancu pushtetet, e përfaqëson shtetin, është komandant i forcave të armatosura.
një rast stil ku mi merë urdhat për SMS për Dejona Mihajlit apo prej Albin Kurtit me dalë me pru militant të partive së vetë aty me i pru në kuvend, me kërku vrasjen e Ramush Haradinja. Çfarë konsenzusi, çfarë bashkëpunimi mundet me kërku Albin Kurti ma prej neve? Ka kalu kohë e bashkëpunimit. Nuk ka vetëm zgjedhjet e lira, sepse është kel kushtetuta. Në çdo kohë, secili, jo vetëm partitë politike, po dhe shoqëria civile. Valla ato zgjedhje që po këmbgulnin në tonë, s'po besoj që mund të sjellin diçka ndryshime. Janë 2-3 palë zgjedhje i kaluam, njëjtat rezultate, njëjtat bindje politike, njëjtat qëndrimet, njëjtit njerëz po zgjedhen. Pa i me të njëjtat metoda, unë po them edhe një herë, nuk është fitues i zgjedhjeve, sepse fitues i ka fituar zgjedhjet me blerje të votave. Jo dini se i ka pagu 250 milion prej buxhetit të Kosovës. I ka vjedh votat në mënyrë masive. Ka marrë për shembull pushtetin, nuk ka pas drejt me qenë qeveri. Do me thonë, faktikisht, ajo është një mashtrim, ajo është në grushtet, edhe po manipulon, nuk janë zgjedhjet. Atëherë le të dërgojnë në gjykatë kushtetuese, siç po thotë edhe zonja Haxhiu edhe zotri Konjum, sa tha kushdo që mendon që ka shkelje, le të dërgojnë në gjykatë kushtetuese. Po gjithë na jemi që gjithë që po bisedojmë, e kemi ndonjë kontratë pune apo ndonjë marrëveshje me një afat. Edhe s'mund është atë ditë që të ka kalu t'ju afati i kontratës me shku prapë në punë, me thonë s'ka ndodhë për gjo, unë e vije vazhdoj punën. Nuk ka nevojë gjykata kushtetuese se çdo njerë normal e din se 30 ditë janë 30 ditë. Mrena 30 ditësh duhet konstituohet kuvendi, ai nuk rrinte në Kosovë që të merret vesh ta konstituoj kuvendin, po shkon në Greqi, merrej me atje me pushu, me familje, në për organizata socialiste, çka diunë me çka merrej, afati 30 ditë. Nuk është serioz, Albin Kurti nuk ka nuk ja dëshiron të mirën këtij shteti, edhe nuk është pjesë e formulës e cila e nxjerr Kosovën prej krize. Ai e sjell Kosovën kriza. Sa më shpejt që ta marrin pjesë opozita, jo vetëm opozita, por edhe sindikata dhe qytetarët përgjithësi, duhet të kesh një pres lëvizje masive në shtator. Nuk shkon kjo situatë, kështu që po mendon Albin Kurti, njëri i cili nuk jeton familja në Kosovë, nuk ka asnjë varr nuk e ka në Kosovë, me Dejona Mihajlin, kush e Dejona Mihajli? Janë të bëme eksperimente me një shtet, besoni unë kam qenë i burgosur. Si i ri kam qenë burg Shërbim Ushtarak, se kam kërku hapur kur u majtën demonstrata, s'kam qenë demonstrata në Kosovë, më kanë zonë mu në Shërbim Ushtarak, dhe kur na shpru lajmi se po kërkohet ajo Republikë në Kosovë, kam thonë, po kemi drejt me marrë Republikën. Kur më kanë arrestu, më kanë qua atje, më kanë thonë, po çka ju duhet juve Republika? Ju sini të zot me majtë shtetin. Ju veç sërb duhet me ju majtë në kontrol, se janë një popull majtë civilizuar se ju, e ju jeni popull nomad. Mas 45 viteve, mu ma dëshmon Albin Kurti këto, se si jemi në gjendje me numru 30 ditë, sa janë 30 ditë. Çka kërkojmë në atëre, jo konsenzus, jo marrëveshje. Nuk ka marrëveshje me Albin Kurtin. Ato duhet me largu me gjitha mjetet, ashtu që shmbrot demokracia dhe liria një shteti. Por populli po mendon ndryshe, populli po jap mbi rreth 50% të votave tash 3 palë zgjedhje, i barrën e ka zotri Kurti absolutisht për këto lëvizje. Kur flasim, më falë se po ndërprej, kur flasim për popull, duhet me pas parasysh se me nda popullin prej votuesve. 60% e popullit nuk po dalin në zgjedhje. 40% prej votuesve po dalin, 47 ati 40% që të pojmë Albin Kurti. Absolutisht nuk ka drejt me folë në emën të popull, tas një parti, as Albin Kurti. E qartë. Zotnia Hajzeraj, çfarë pritet të ndodhë tashti, a pritet një president, LDK-ja kërkoj edhe nga partitë e tjera, tha që e janë të diskutojmë, kushdo që dëshon me kontribun në president konsensual. Sa mund të jenë të pajtueshme edhe partitë e tjera drejt një presidenti konsensual dhe vërtet, a mund të vijet të kjo president konsensual? Po, LDK ka 18 vota, në qëfëse dënë me mbështet edhe që u deklarua i vetë zoti Abdigjiku, a e ka drejtën e botës, me mbështet zotin Kurtis edhe herën e pare kanë zgjedh këta Vjosa Osmanin, me votat LDK-s është zgjedh Vjosa Osmani. Kështu që ata nuk mundë, ata e kanë drejtën e botës. Por edhe Alianca, edhe pëse është parti me avon, i ka qitë 6 kushtet e veta. Ato 6 kushtet e veta kanë qenë shumë korekte. Ato nuk kanë qenë për Aliancën, ato kanë qenë për gazin Amerikan, për të mirën e bizneseve, që mos me i njëtë gjitha. Kështu që nuk ka pas kur gjithë që Alianca përfiton e nuk përfitojnë këta tjertë. Në anën tjetër e kemi një PDK që pret një vendim me 16 shtator, që është e drejta atyne, nuk e pret vetëm PDK-ja, po për shlirimtar pret krejt Kosova. Që po shpresojmë që dhe të tjetë një vendim pozitiv dhe ata njerëz atje do të lirohen, që mahën pa drejtësisht që 5 vite e gjysë, gati 6 vite në Hagë. Kështu që
Këto janë gjana që po ndodhin dhe nuk është mirë as një qeveri, as arroganca e numrave, me thonë na i kim 50%, e i kim 47%, se për këtë Kosovë është loftu shumë, edhe me ardhë deri në atë momentum ku me u cenu rendi kushtetues i Kosovës dhe me u frigu ne pas gjitha këtyne viteve që disa prej neve jemi kthy, e kemi lënë perëndimin për me kontribu atë kontribut vogël për Kosovën, me ardhë me u cenu rendi kushtetues, me u shpërbë shteti, por jo të lutna. Këto janë minimumi që kanë ka bojnë partit opozitare, se në fakt du të muqua dhe krejt populli kundër këtyne sanave. Zoti Kurti e ka momentumin e artë, lët e kryon qeverin, lët e kryon kuvendin. Është fakt, një kemi aktë gjykimin e gjykatës kushtetuse. E tha parafolci ma herët që po ka pun gjykata kushtetuse, në një shtetëri duhet me pas pun gjykata kushtetuse. Se po e shohim që nuk po din me qeveris që shduhet. Për para ka qenë spakti një, kur janë marrë vendimet, zotë Enis, edhe janë zbatu, edhe janë respektu. Nuk duhet, kjo është e pa precedent, mës mu respektu afatet kushtetuse, vendimet e gjykatës kushtetuse, kjo është e pa precedent. Kosova duhet me qenë stabil, për arsye se rendi i ri botror, po e shohim të gjithë, që po ndryshon, edhe ne duhet jemi sy hapun, një vend kaq i vogël nuk duhet me lujtë me fatin e vetë. Zotër Veriu, a ka hapësirë ende që të mos thirret seanca për konstituim të kuvendit, për formim të qeverisë, kur pra kemi tërheqje politike nga lidhjet demokratike që nuk kanë interes ma për qeverisje dhe numrat i kanë lëvizja vetëndosje me partnerët e saj nga komunitetet. Jo që nuk ka hapësirë, unë mendoj se në kaluar të gjitha afatet ligjore, kushtetuese. Po të paktën politikisht a ka hapësirë, sepse këto interpretuam e diskutuam. Nëse shohim politikisht, shihet qartë se dy subjektet kryesore opozitare, Partia Demokratike por edhe Lidhja Demokratike, përjashta aleancën në këtë rast pasi që edhe në numra nuk e arrin së bashku me vetëvendosjen zgjedhjen e presidentit, e kanë treguar shohëm hapta se nuk kanë vullnet për bashkëqeverisje. Dhe kjo është një alarm për vetëvendosjen. Duhet jetë një alarm për vetëvendosjen që ose të krijoj qeverin, ose të provohet atu dhe të thotë se nuk po e arrin, nuk i ka numrat për të zgjedhur qeveria. Si që ndodhi në vitin e kaluar, kur për 57 herë e patëm një kandidat për kryetar kuvendi dhe u po qartë se ata nuk ishin numrat, ndërsa tani kur ata thonë se i kanë numrat, dalin me taktizime të reja, dalin se vetëm për të fituar në ku. Kjo është vetëm për të fituar në ku. Se qëllim, unë mendoj se qëllim i subjektit kryesor në këtë rast lëvizjes vetëvendosje është që të shkojmë drejt zgjedhjeve të reja, mirë po ato zgjedhje të shkojnë sa më shumë, sa më vonë që është e mundur, sa në gjysmën e 2 të dhjetorit. Pra është pikërisht ajo periudhë kur një pjesë e madhe bashkëdhëtarëve vinë për pushimet e pra pavarësisht këtyre lëvizjeve të ndryshueshme, qëndrimeve të lidhjes demokratike, nuk është që po na sjellin rezultate. Këtu mendoj se qëndrimi i LTK-s nuk ndryshon shumë. Është fakt se ata kanë thënë se nuk kanë më vullnet, i është bërë me dije subjektit kryesor që ne nuk do të bashkëpunojmë me ju. Tash është vetëm qasja e vetë kryeministrit Kurti, por edhe lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, pra që ata duhet me patjetër tani më duhet ta thrasin kuvendin. Mirë, po në post asaj çfarë u dëgjua ditëve të fundit, çfarë pata rasta dëgjoj edhe nga ish ministria e drejtësisë e padiplomuara Zonja Gërvalla, se tha se afatet tona kalojnë shtator, pra me datën 6 shtator. Duket se qëllimi i tyre është që gushtit kaloj në 4 muaj e tentativa të bëhet në fillim të shtatorit për të konstituar kuvend. Mirë po sa është legjitim? Tani shtrohet pyetja se sa është legjitim ai kuvend. Dhe në këtë rast gjykata kushtetuese sërish do të merr kohë. Pra do të merr kohë dhe plani apo strategjia e vetëvendosjes po arrihet, pra që zgjedhjet të shkojnë në dhjetor. Zotri Reçaj, a do të tentohet tash nga lëvizja vetëvendosje të jetë korrekte në gjetjen e një emri konsensual për president? Unë gjithçka pres, por nuk pres korrektësi për vetëvendosjes. Të njoftë mirë
kaluamën e kësaj partie, të njoftë mirë. A nuk ishte korrekt si propozimi i zonjës Rashiti, për shkakun si një aktiviste shoqërisë civile, një prej emrave që u propozua? Nuk i takon vetëvendosjes propozimi, vetëvendosjes i takon vetëm me siguru votat për zgjedhjet e presidentit. Presidenti i takon opozitës. Nuk i ka fitu Albin Kurti 100%, po i ka fitu vetëm 47%. Po nuk thuhet askund që opozitës i takon presidenti. Me marrëveshje bën ato, i takojnë, na kemi pas marrëveshje. Po në momentin që është konsensual, i bjen që nuk i takon askujt, i takon popullit. Edhe propozimet konsensuale nuk bëhen të një anshme, si që është bërë rasti i zonjës Rashiti. Unë mendoj se propozimet e tilla nuk lehen në momentin e fundit. Propozimet tilla bëhen në bashkëpunim edhe me subjektet e tjera, për të gjetur, mund të ketë më shumë propozime e pastaj të përzidhet për njën se cilin të ta bëjmë president. Nuk është as problem me zgjedhjet të opozitës. Na kemi në rajon, Bullgarin, Maqedoninë e Veriut, kemi vende në rajon ku i është dhënë presidenti opozitës. Edhe në Shqipëri, ku është as problem, unë nuk e kuptoj. Dikush që e ka një legjitimitet kaq gjan, me 47% për çka ka më frigu, ne shkojmë zgjedhje dhe jemi duke shkuar zgjedhje, po çka ka me prodhu situata ardhshme? Tash i ka hub 4-5% vetëvendosja, përsëri do t'i hub 4-5% se kjo situatë nuk do t'jetë mbetet kështu. Por përsëri këta akter politik, kjo klasë politike është që është. Për këtë arsye, uluni, bisedoni se politika është art i smundshmës, do më thonë ulish, për këto merë është i me politikë, në qofë se gjithë janë të ngurët, nuk flasun me këtë, po s'pakti që thojnë popullor që bën një arenin, shkon takim, që qka përdojnë. Po le të shkojmë, pse mos me shku? Hajde, alianca 6 pikat, po hajde ti diskutojmë që ato 6 pikat. Absolutisht, edhe alianca. Kam pas rast me diskutu disa arë zotë jenis edhe me të aliancës në për debatet të ndryshme. Kam thonë, ju shkani bisedoni, nuk ka nevoj vetëm për mes medjave, shko bisedo, thuj, a mi plëtsan ti këtu? Ti bilim del se për ndryshe, Zoti Kurti është i njohur si strateg, do t'ja u kthen lojën përsëri dhe do t'a akuzon opozitën, unë i konftu këta s'kan ardhur. Edhe Zoti Bedri Hamza, edhe Ajlet Shkan, edhe Zoti Abdi Gjiku, këta janë këtu për mi bo vendit zgjidhje, se votën ja u kemi dhënë pa marrë parasysh, dikujna 7%, dikujna 47%, e dikujna 23%, po ti je i zgjedhur i popullit, shko bisedo, nuk po thëm që ti kime arrit pa tjetër një marrëveshje, por s'pakti t'i shojmë tentativa, në qoftë saj po taktizon, dhe po është strateg, edhe po lunë me fjallë, hajdeni, edhe nuk po e mendon, edhe këta le të bojnë të njëjtën. Ishte një alarm për të gjitha subjektet politike. Në zgjedhjet e qershorit nuk u dënua vetëm lëvizja vetëvendosje, u dënuan të gjitha subjektet politike me mos dalje. Është hera e parë që pas luftës e ne në Kosovë kemi më pak se 40% dalje në zgjedhje. Dhe unë jam mëse i sigurt se nëse do të shkojmë zgjedhjet e radhës, do të kemi një numër edhe më të vogël të qytetarëve për shkak të humbjes së besimit. Pra, humbja e besimit edhe tek të qytetarët e bën që ata nesër pas nesër të jenë shumë më të pak në numër. Kishim zona të partive opozitare, bastionet tyre që numri i votuesve ishte përgjysmuar. Pra kjo e dëshmon se janë dënuar edhe subjektet opozitare. Zotri Veriu, faleminderit shumë për kontributin dhe këto komente që solle sot këto bashkë me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Zotri Rexhaj, faleminderit shumë për kontributin. Gjithashtu përshëndetje, mirë pash. Faleminderit shumë zonja Jupi Hajzeraj, faleminderit shumë për kontributin. Faleminderit Enes. Përka shikues të nderuar, tani e kemi edhe një herë kolegën Lorena që të kuptojmë temperaturat për ditën e sotme.